që prej ditës së djeshme qarku i Korçës është përfshirë nga rreshtit të dendura dëbore me trashësi nga 10 deri 25 cm në zonat malore. Si rezultat i erës ka patur ndërprerje të energjisë elektrike në njësinë administrative Udënisht dhe Buçimas të bashkisë Pogradec, në fshatin Osman Çeflik, njësi administrative Bulgarec dhe fshati Dardë në njësinë administrative Mollaj, si dhe në fshatra Dolenac, Mjaltas, Besmir të bashkisë Maliqit. Pa energji elektrike janë edhe 12 fshatrat e njësisë administrative Proptisht. Gjithashtu situata e krijuar një ditë më parë nga moti keq me erë të fortë dhe me rreshje shiu e dëbore në qarkun e Lezhës, ka nisur të përmirësohet. Sipas të dhënave nga mbrojtja civile, për gjatë 24 orëve të fundit ka rënë 14 mm shi, kurse në lartësitë mbi 700 metra ka patur rreshje dëbore me intensitet mesatar. Në zonat malore të bashkisë Mirditës, në njësitë administrative Fan, Orosh dhe Selit, trashësia e dëborës arriti deri në 20 cm, duke krijuar vështirësi në lëvizjen e automjeteve. Edhe në pikën e kalimit kufitar të Qaftanës, sistemi në pikën doganore ka patur probleme dhe si pasojë disa qindra automjete kanë pritur në radhë për të rikthyer në Shqipëri, pasi kishin kaluar fundjavën në Strug dhe rrethina. Ndërkohë, më herët ata ishin bllokuar për disa orë në aksin Strug-Qaftan. Ulja e menjëhershme e temperaturave ka ndikuar negativisht në prodhimin e pritshëm të frutave, duke i vënë në rrezik të ardhurat e fermerëve në këtë zonë, sidomos në njësinë administrative Stravaj, Rajc, Hotolisht Polis dhe Labinot Mal. Ndërkohë, dëmtimi i disa linjave elektrike ka rënduar edhe më tej situatën, duke shkaktuar ndërprerje të furnizimit me energji elektrike.